Sa harxhon kur të vinë? Vallahi, s'dalin 5.000 euro. Nuk dalin. Për një javë 10 ditë s'dalin. Li bakshishe kështu në për restorantin e për vendin? Në përdas ma shumë. Në përdas ma po. Në përdas ma shumë ma shumë. Bakshish ma i madh. Pa e vallaj me të pana pak shumë problem, pak se nuk po të ndaha. 50 herë që ju bohe, kur gjuhë ishte ashti 2-3 herë mi qitë të pani, dhe më thonë 150 herë 200 herë. Të nështë jo sofra, edhe të nja 300-400 herë, 500 herë. Përshëndetje, mi femdje. Si po kalon? Po mirë. Unë jemi PS, po i PPS, po jetoj jashtë, në Itali. Në Itali jetoj. Sa vite në Itali? Jam mas luftës se 16 vite. Jeton me familje atje? Po, me familje jam atje. Edhe vi 2 herë vetë në Kosovë, mirë shumë. Sidomos si vjetë e kanë përmisu shumë mirëqenjen, sidomos për qytetarët, shërbimet, si publike, si për diasporën, më thonë shumë nivel. S'kini vretje? Për momentin jo, gjithë është rregull. Unë e gjitha një mërgjimtar që tha nuk kam vretje, se shumë sa po ankohen. Pa i nuk kam vretje se, do më thonë, edhe me termin, edhe pa termin, do më thonë, po të kryhin punë, ta po, ta shte une i pata disa termine për do dokumenta për në shtetësit jashtit, edhe i kreva, do më thonë, shurë që 20 minuta s'kom prit ma shumë. A u bënë shtetas jashtit, a? Jo, për mu për vajzën. Po për vajzën. Une i Kosovës dhe i Kosovës zdo të ngeli. Zdo të liriti. Sa të përngosë fëmija që dhe më thonë, do shta shtetas ta është pëbohen edhe e kanë problem? Pa i qërë, këta tani kanë lindë atje. Kjo është e drejtë e atynve, dhe më thonë ta e parashe dhe ligji. Këta nuk më është me ndalu, apo tanë. Më është me ndalu një kohë dhe i sa moshën 18 vjeqare, mas moshës 18 vjeqare. Dhe më thonë atërë fëmiju bote i rritur, i pjekur edhe mundet me vendosë vetë. Dhe më thonë kja i takon me legja, po këtanë. Kështu që nuk shua asgjë të keqe, sidomos me Italia e ka një përparësit madhe shumë, e ka se nuk ta tërhek pa në shtetësin e Kosovës. Më nështë e maj 2 në shtetësit. A vëdën se pse po t'ishte kundërta, atërë do t'ishte shumë ma vështirë edhe nuk do t'isha kandidat për në shtetësit hujt shteteve të huja, po këpëtan. Por me qenë se maj me edhe në shtetësin e Kosovës, atëherë nuk ka kur gjithë keqë, është vetëm një plus. Dhe më thonë një përparësi ma e madhe, dhe më thonë për në shtetet evropiane, si për punë, si për edhe në Amerikë, ose ku do një me shku me shëtit, ose me bo dhe pushimet, apo me vizitu familjarët, apo ku ta diun e tjera. Përgjithësi në Kosovë, sa harxhon kur të vinë? Vallahi, s'dalin 5.000 euro. Nuk dalin. Për një javë 10 ditë s'dalin. Po, besë. Që ka për harxhon? Pa i qëre, tani na ku vim pushime, na dalim. Do më thonë, nuk ka vend Kosovë se nuk e vizitoj. Nuk shkoj sidomos me familje. Në për restorantet, hotelet ku janë matë këtu të reja që të famshmet, ushqime tradicionale, vende ku janë si për shembull Sukur Hotel Bilushi i Rrogove, Snelt, ndoshta keni ndëgjue. Reklam për i bëjmë, do të më da pagu ata? Po, sigurisht. Po, do më thonë, jëm shue ekstra dje, jëm shue, e kemi vizitue. Që që tani, do më thonë, dalim në për Kosovë, në për gjithdo qytet, shkojmë në për të Prekaz, të edhe Mjashari, shkojmë, nuk ka vend se shkojmë, apo tanë. Sa li bakshishe kështu në për restorantin e për vendin? Në përdas ma shumë. Në përdas ma shumë. A po të nga dorësëm tash? Një 6-7. Cili ke bakshish ma i madh? Pa e vallaj me të pana pak shumë problem, pak se nuk po të ndahen. Nuk po të ndahen, që do më thonë tashti 50 herë që ju bohe, kur gjuhë ishte tashti 2-3 herë mi qitë të pani, do më thonë 150 herë 200 herë. Të nështë jo sofra, edhe të nja 300-400 herë, 500 herë. Edhe, do më thonë, të pana të nështë jo, po janë ato gjera tjera që po duhet organizimi do më thonë, pregaditja e me shkue, do më thonë, gjithat ato, por mirë. Qa është do asma kogja pas këtë shpenzu? Po, javlen. Je marrë kli do asma? Pa jo që atë shumë, po. Atmosferën. Pa qëra ku të ftojnë, do më thonë, është nderë, është knaqësi, sepse aje të fëton një yti, edhe ka dëshirë prezenca dasmes, si shtojnë edhe vetë pronari dasmes, dhe më thonë,
shoqënia, miqësia e hishojnë dasmin apo kupton. Kështu që po edhe marakli edhe Ka mas qefi e ki kur e ngon dasma. Ngon më çun kam kështu. po e vëllai tana tash ti sidomos të hitet të reja. Unë jam i adhuruar si muzikës, kështu që nuk bëj dallime të mëdha. Përgjithësi tanat. Pa me fëmin më fal a ki të rritur? Po, kjo është vajza ime, kjo është djali jam. Ki martu? Jo. Kishe pas dëshirë ndas me marrë për këngëtarëve, me ta vë dasmë kështu. S'përbes nuk e dije, nuk e kam idenë për momentin. Ti lejmë të rritën fëmijët të ne ta shohin. Po, me pasi. Një mesazh në fund ka për diasporën. Për? Për diasporën, një mesazh. Për diasporën, hajde në Kosovë se knaqi, me të vërtet ja vlen, arktohi, kohën më të mirë, domethënë e kalojmë në Kosovë. E atje kemi punë shpe, koha shumë e vogël është për arktim, për mi kalu me familje, kështu që Kosova është vend i duhur, sidomos për neve që jemi në Gërbet. Kaloni mirë, ju uroj për mesazh të këndshme. Respektin e